Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Bëjeni mëlçin 20 vite më të re, ja ushqimet që duhet i konsumoni çdo ditë. Shëndeti i mëlçisë është tregues i performancës së metabolizmit, zemrës dhe shëndetit të përgjithshëm. Në këtë video, sipas Brejcaj, do të mësoni për ushqimet më të mira të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit të mëlçisë dhe shmangjen e dhjamosjes së saj. Hiqni dorë nga ushqimet dhe pijet e përpunuara. Ushqimet e përpunuara dhe pijet të ëmbëlsuara të gazuara janë ndër shkaktarët kryesorë të dhjamosjes së mëlçisë. Perimet, arrorët, farët dhe frutat në nivel të ulët glicemie janë të rekomanduara për një mëlçi më të shëndetshme. Ato janë gjithashtu edhe shumë të mira, prandaj tregoni të vëmendshëm ndaj frutave. Frutat përmbajnë sheqer dhe fibër, pektin dhe fitoushqyes. Nëse fruktoza është në nivele të larta, ajo ndikon negativisht te mëlçia. Tregoni të vëmendshëm ndaj reagimeve të trupit ndaj frutave të veçanta dhe nëse vëreni se niveli i sheqerit në gjak rritet, mos e teproni me frutat. Merrni fibër rregullisht. Fibra parandalon përthithjen e shpejtë të fruktozës në mënyrë që mëlçia të mos përballet me tsunami të vërtetë. Kur të konsumoni fruta, i shoqëroni me ushqime të pasur me fibër. Kombinojeni mirë me njëra tjetrën për mëlçi, sidomos farët e lirit, arrorët, avokadot dhe barishtet. Më shumë yndyrë të shëndetshme në dietën tuaj. Studimet besojnë se yndyra e shëndetshme është e mirë për mëlçinë. Këto yndyra i gjeni te ullinë dhe vaji i tyre, avokado, arror, fara, vaj arës së kokosit dhe të tjera. Hiqni dorë nga ushqimet e shpejta. Ushqimet e shpejta janë të pasur me yndyra që dëshmojnë ndjeshëm mëlçinë. Mos u ujoshni nga aromat dhe ushqimet e shëndetshme. Tregoni më të kujdesshëm me përdorimin e medikamenteve. Përdorimi pa kriteri i medikamenteve dëmton mëlçinë. Ky organ ka një barë më të rëndë në përpunimin dhe përthithjen e medikamenteve. Sa më shumë ilaçe të merrni, aq më shumë fort do të detyrohet të punojë mëlçia. Minimizoni ekspozimin ndaj toksinave. Një gjë e tillë arrihet nëpërmjet ngrënies së ushqimeve organike, përdorimit të filtrit të ujit të pishëm dhe atë që përdoren në punën e përditshme dhe pirja e shpeshtë e ujit. Aktiviteti fizik gjithashtu mund të jetë një mundësi e shtuar për shëndetin e mëlçisë. Të dhënat tregojnë se duke humbur 3 deri në 5% të peshës së tepër trupore, gjithashtu mundet edhe të keni një përmirësim më të mirë. E rëndësishme është të kuptoni se nëse reagimi juaj ushqimor ka qenë në nivele të duhura, atëherë duhet të nisni të merrni masat e një shëndeti të mirë të mëlçisë, duke konsideruar ushqimet më të mira dhe duke evituar ato të cilat ndikojnë negativisht. Hudhra. Sipas të dhënave, hudhra aktivizon disa enzima të mëlçisë të cilat ndihmojnë në eliminimin e toksinave. Hudhra përmban alicin dhe selenium. Këto dy përbërës e pastrojnë mëlçinë, e mbrojnë atë nga dëmet toksike dhe ulin kolesterolin. I fundi shkakton bingarkesë në mëlçi dhe ndikon negativisht në funksionet e saj. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e 2 deri në 3 thelpi hudhër çdo ditë. Qitro. Qitroja është e pasur me vitaminën C, pektin dhe antioksidant. Këta të fundit neutralizojnë radikalet e lira dhe detoksifikojnë mëlçinë. Rekomandohet që njerëzit që pinë nga një gotë të vogël me lëng qitroje në ditë ose të hanë një frut të tillë në ditë mund të sjellin shumë përfitime. Panxari. Panxari përmban shumë flavonoide dhe beta-karoten, të cilët stimulojnë dhe përmirësojnë funksionet e mëlçisë. Për më tepër, panxari është i pastrues dhe një produkt natyral i gjakut. Limoni. Limoni përmban një antioksidant të veçantë që aktivizon enzimat që janë përgjegjëse për pastrimin e mëlçisë. Sipas të dhënave, vitamina C ndihmon mëlçinë të prodhojë edhe enzimat që treten dhe përthithen në mënyrë minerale. Çaji i jeshil. Pirja çdo ditë e çajit jeshil ndihmon në largimin e toksinave dhe depozitave të yndyrës. Ai është i mirë në trajtimin dhe parandalimin e sëmundjeve të mëlçisë. Mjekët rekomandojnë pirjen e 2 deri në 3 filxhan në ditë të ëmbëlsuar me mjaltë. Avokado. Përbërësit e avokados paksojnë dëmet e shkaktuar në mëlçi. Yndyrnat mono të pangopura të avokados ulin kolesterolin e keq dhe rrisin kolesterolin e mirë, të cilën mëlçia arrin ta përpunojë më mirë. Këshillohet ngrënia e 2 avokado në javë për disa muaj me radhë. Shafrani indis. Kjo erëzë e verdhë është efikase në pastrimin e mëlçisë.
Përbërësit e saj janë të shkëlqyer në rigjenerimin e qelizave të dëmtuara të mëlçisë. Mollët. Një mollë në ditë është sekreti që mban mëlçinë e shëndetshme. Mollët përmbajnë në fibër dhe pektin që largojnë toksinat dhe kolesterolin duke penguar një mbi ngarkesë të mëlçisë. Molla përmban acid malik që pastron gjakun nga toksinat dhe qetëson atë nga qelizat të dëmshme. Edhe arorët janë në një zgjidhje shumë e mirë ushqyese. Arorët përmbajnë aminoacidet që pastrojnë mëlçinë në mënyrë efikase dhe largojnë gjithashtu toksinat. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e një grushti me arorë çdo ditë. Brokoli. Brokoli përmban shumë fibër dhe vitaminën E, antioksidant të fuqishëm që mbrojnë mëlçinë. Përbërësit e brokoli ndihmojnë në largimin e toksinave nga trupi. Ekspertët rekomandojnë ngrënien e një racioni me brokoli 3 herë në javë. Shëndeti i mëlçisë varet nga stili i jetesës dhe njerëzit duhet të pakësojnë sasinë e konsumuar të alkoolit, sheqerit, kafeinës, ushqimeve të përpunuara dhe të duhanit. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj, atëherë tregoni më të vëmendshëm edhe ndaj produkteve ushqyese që doni të keni një mëlçi më të shëndetshme. Mëlçia është detoksifikuesi kryesor i trupit të njeriut dhe pasi keni konsumuar shumë sheqer, yndyrna dhe pije të shumta, mëlçia mund të ketë nevojë për pak kujdes. Provoni këto ushqime që do të ndihmoni në forcimin e mëlçisë, në përmirësimin e proceseve të pastrimit dhe mbrojtjen e saj. Kafeja. Kafeja redukton inflamacionin dhe mbron nga sëmundjet e mëlçisë. Studimet tregojnë se konsumi i kafes ul rrezikun e cirozës. Ciroza është në gjendje në të cilën përfundon mëlçia pas sëmundjes kronike, që shoqërohet me dëmtime të mëlçisë, fibrozë, rigjenerim të ndoluar dhe shtrembërimet e saj. Gjithashtu mund të mbrojë kundër problemeve të mëlçisë dhe të zvogëlojë gjithashtu komplikacione në të. Lëngu i panxharit. Lëngu i panxharit është përdorur si një ilaç efektiv edhe në aktivizimin e enzimave të mëlçisë, të cilat ndihmojnë në funksionin e detoksifikimit të saj. Është i pasur me beta-lajn dhe komponentë të tjerë që kanë treguar se reduktojnë inflamacionin, mbrojnë kundër stresit oksidativ dhe zvogëlojnë rrezikun e dëmtimit të mëlçisë. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm është edhe çaji i jeshil. Çaji i jeshil është i pasur me katekina, antioksidant që përmirësojnë shëndetin e mëlçisë, rrisin nivelin e enzimave mbrojtëse kundër stresit oksidativ dhe depozitave yndyrore në mëlçi. Studimet tregojnë se çaji i jeshil gjithashtu zvogëlon rrezikun e problemeve të mëlçisë, për shkak se disa studime tregojnë se suplementet e çajit të jeshil mund të rrisin edhe përmirësimin e shëndetit të mëlçisë. Boronicat. Boronicat përmbajnë antioksidantë të quajtur antiocianine. Këto antioksidant kanë përfitime të mëdha për shëndetin e mëlçisë. Është të provuar se konsumi i boronicës çdo ditë për 3 deri në 4 javë mbron mëlçinë duke parandaluar zhvillimin e lezioneve, dëmtimit të indeve të brendshme dhe fibrozës. Boronica në veçanti rrit reagimin e qelizave imune, si dhe enzimat antioksiduese. Ekstrakti i boronicës gjithashtu pengon rritjen e qelizave të dëmshme të mëlçisë. Citroja. Citroja është një frut i cili ndihmon shumë në mëlçi për shkak të antioksidantëve që përmban. Ky antioksidant kryesor përmban citroja është arginin, të cilat ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit dhe mbrojtjen e qelizave të mëlçisë. Ato parandalojnë edhe rritjen e indeve të tepërta dhe zvogëlojnë sasinë e yndyrnave të depozituara në mëlçi. Gjithashtu, hudhra stimulon prodhimin e enzimave që ndihmojnë trupin të largojë toksinat dhe të përmirësojë punën e mëlçisë. Agrumet janë të pasur me vitaminën C. Ato janë të pasur me antioksidant të fuqishëm që ndihmojnë në mëlçinë të përthithë më shpejt substancat e dëmshme. Panxhari është i pasur me flavonoide që stimulon mëlçinë dhe përmirëson punën e saj. Gjithashtu, ananasi është plot me vitaminën C dhe vepron si një diuretik natyral, i cili do të largojë nga trupi toksinat dhe do të përmirësojë në mënyrë natyrale edhe shëndetin tuaj të përgjithshëm të mëlçisë. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.